Avokat, ju kur thoni, ju bëni thirrje shqiptarëve për t'u ngritur për ta përmbysur. Po në fakt, për të folur dhe pak për protestën, kemi parë që protesta po ka gjithnjë më pak njerëz, ndoshta për shkak të verës, ndoshta në shtator do ketë më shumë njerëz. Jo, ta them unë. Protesta ka kaluar siç u nis dhe siç e trajtuan dhe siç e drejtojnë grupi i spionëve të mikrofonit. Protesta ka kaluar në dorë të Salihut dhe të Edi Ramës, ka mbaruar ajo punë. Unë prandaj nuk vetem më, se s'kam çfarë të bëj. E pas atë gjithçka ka mbaruar, kështu që kom që të shkoj. Pse avokat ka mbaruar? Ata kanë më shumë se 60 ditë që po protestojnë. Nuk është protesta ajo. Po dalësh ti çdo ditë në shesh protestash? Përse dhe? Qa kërkon? Dorëshin e zotit Rama. E kanë thonë ata qa duan të. Ai ka thënë shqip që nuk jap dorëheqjen. Këta qa do bëjnë tani? Dakor. Ai ka thënë troç, nuk jap dorëheqjen. Dhe nuk jep dorëheqjen sepse ka... Mund të ketë më shumë njerëz. Po ja dorë lidhem shumë, pastaj? Ja dorë, pastaj çfarë? Mund të shkojë mosbindje civile, nuk i dim ne, nuk e di unë se çfarë mund të bëjnë protestuesit. Po them që duhet pasur dhe pak respekt për ata që kanë 60 ditë që protestojnë, mendoj unë, a? Të lutem, ata s'din që fare se ç'po bën të prapaskerin. E unë e di mirë se ç'bën të prapaskerin me partiçka dhe me udhëheqësit e atyre partiçkave, me kryetarët e atyre partiçkave që janë gjithmonë kolon e 5 atje në protestë. Janë ata që e drejtojnë protestën, ande nga duan ata. Zotri, po të ketë kush janë ata, avokat? Kush janë ata? Mos me kërkom mua. I dim të tërë se kush janë. Nuk kam ndërmend të hap luftë me rrugëçët që janë bërë kryetar partije. Ditë të them këtë që protesta është në dorë të Edi Ramës dhe Sali Berishës dhe të lakejve të tyre. Këtë di unë të them. Po që se do ishte protestë me të vërtetë si duhet të jetë një protestë dhe që të kishte kërkesat që ka çdo protestë, atëherë duhet të kalonte me njerë në mosbindje civile, gjë që se bëjnë se nuk va se ka tjetër kush që i komandon dhe i frenon. Dhe i nxjerrin njëri atje për të thënë ja ne protestojmë. Ja protestove pastaj çfarë? Çfarë? Se deri tani asnjë rezultat s'ka ajo protestë. Deri tani është zero. Se s'ka rezultat, avokat. Ka sa dush rezultate. Për herë të parë në Shqipëri, avokat, për herë të parë në Shqipëri, u pa që mund protestohet edhe pa pasur mbështetje partive politike. Të mëdha. Jo, rezultati, jo, të lutem. Rezultati ishte që doli Ilir Beqja në Burgu. Ky është rezultati i protestës. Po nuk doli se protestuan ata, avokat. Unë të thash se zorën ata, tani ti e kupton ironinë. Rezultati ishte që, për mendimin tim, ka pasur, edhe si kur të mbyllet tani protesta, ka pasur sa të duash sukses, pavarësisht se ata sukses e quajnë edhe dorëheqjen e Ramës. Por për vetë faktin që kanë 60 ditë që protestojnë çdo ditë, kanë që për herë të parë u mblodhën njerëz pa pasur prapavi, le të themi, ose mbështetje, ose të sjellë me autobus në Tiranë. Për herë të parë dolën qytetarë me fëmijë, gra dhe qëndruan aty. Pra ka qenë një protestë mjaft e bukur, ne s'mund të themi tani që protesta s'ka arritur asgjë. Shumë e bukur. Rama jepe dorëheqjen. Ka që bukur që. Lena të lutem mos më thyej. Avokat, ka protesta që vrasin më shumë me këtë që sa po kënduat ju, se sa me gur edhe me flagadan dhe me feshek zjarre. O Zotri, të lutem, se nuk lënë të më kaloj ujtë në rrogos. Rezultati ishte zero, po të them, dhe njërë tjetër. Asnjë rezultat politik s'ka. Asnjë ndryshim politik. Asnjë ndalim të grabitjes dhe të vjedhjes së pronave. Asnjë rezultat në drejtim të kthimit të pronave të qytetarëve, të pronarëve të ligjshëm. Asnjë rezultat. Ligji investitori strategjik s'është. Të lutem, s'ka mbaruar. Asnjë rezultat në hapjen e zyrave të shtetit të pritjen dhe përcjelljen e qytetarëve dhe sqarimin e problemeve që kanë. Asnjë rezultat zotëri nuk ka deri tani. I vetmi rezultati ishte që Edi Rama tallë me shqiptarët dhe e nxori Ilir Beqja në Burgu
me atë organizatën bazë partisë që ka në drejtësi dhe 80.000 shqiptarë. Tani, pse doli Ilir Beqja në burgu? Doli sepse kishte kaluar afatet e gjykimit. Kush e ka ndorë ta gjykoj, zotëri? A e ka ndorë drejtësia. Drejtësia e ka. Pse nuk e gjykon? Sepse ka marrë urdhër që të mos e gjykoj, të kaloj afati edhe të bëj një vit burg të marrë ato milionat që kanë marrë shqiptarëve. Këto janë rezultatet e protestës të lutem. Dhe tani po e theksoj me të madhe, rezultati i protestës është zero. Avokat, si e parashikoni të ardhmen e kësaj qeverie? Me këtë popull, kjo qeveri do jetojë 100 vjet. Dhe me këto lloj protestash. I bie të ndryshojmë popullin. Jo i bie të ndryshojmë proteste, jo popullin, jo. Po si ta bëjmë protestën? Çfarë do të ketë ndryshe protesta? Është revolucion si që kërkon protesta për ditë dhe se avar njëri. Ata thonë revolucion, por se bëjnë revolucionin. E thonë me lape. Por do të ri, si përmbyshen diktaturat, do më thoni ju, se nuk di në një mënyrë tjetër. Më thuaj që si përmbyshen një diktaturë. Vučić për shembull po ikën. Ku po vete? Pse ki njeni veten? Ai ka thonë ashtu, unë po të them çfarë ka thonë ai. Ka thënë që brenda disa javësh do jap dorëshën dhe vendin të çojnë zgjedhje. Po s'është i ke diktaturë dhe nuk duhet se që bënë Vučić, se Vučić ka Rusin nga mbrapa, ka një mbështetje të fuqishme politike dhe ushtarake. Edhe shqiptarët po që kanë Amerikën nga mbrapa. I kemi Amerikanët nga mbrapa ne apo si kemi? Absolutisht jo, ku janë? Ku janë? Avokat, ne sa po miratuam një marrëveshje me mbi 300 milion euro për të marrë armatime nga SBA. Dhe kjo një lloj mbështetje është. Mirë, kënaquni ju se kënaqeni ju brezëri me këto, prandaj jemi këtu në këtë gjendje. E di se ajo është një tërrime që ta japin, jo ta japin, që në fakt ato janë lekët tona, nuk janë të Amerikës, se ta jep me kredi dhe që do të shlyerësh atë kredi dhe me interesat e saj. Pra ne marrë pasqypit me atë ta shkojë të kredi. Jo, zotëri, jo. Jo, zotëri, jo, nuk është ashtu ndihma. Nuk është ashtu ndihma. Çfarë do ishte për ty një ndihmë nga amerikanët? Të ndërpres marrëdhëniet me njëherë me Edi Rama dhe me qeverinë e Edi Ramës. Me njëherë, që nesër. Ne duan Shqipërinë. Po jo, dhe Amerika na ka shitur të qifutët. Sepse s'lobi qifut që komandon Trumpin që bënde luftën me Iranin. Kjo është situata. Ku që vjen tharë dhe të pëjuthull. Ne, Amerika tani na ka lënë në dorë të qifutistanit. Zoti Islami, po sa i përket çështjes së detit, çfarë pritet të ndodhë në Hag dhe a ka shanse që Shqipëria ta fitojë, le të themi, absolutisht asnjë shans. Pikërisht për atë kërkoi Greku që të bëjnë në Hag, sepse në Hag janë qifutët e Hagës që vendosin të ashtu quajtur në drejtësi, se s'ka drejtësi atje ka vetëm krime, dhe të marrë Greku atë pjesë që kërkon që ka naftë në fundin e detit, të cilën për herë të parë, ju e dini shumë mirë, e kam denoncuar në 2009 në 27 tetor gazetën Sot. Për herë të parë Shqipëria trajtova unë problemin e naftës në fundin e detit, as kush tjetër. Edhe pse e dini. Pra, është rreth radhës. Ndaj them që sot lexova dhe atë shkrimi që kishte bërë ky në admirali si e ka ky denonconte sot marrëveshjen atë vajtjen në Hag, është absolutisht është antikombëtare të shkosh në Hag për një gjë që janë marrë mendimet edhe kufit janë vendosur me kohë. Shiko zotëri, neve po na shkelin në të tëra drejtimet. Greqia Artur Meçollari besoj. Meçollari, bravo. Artur Meçollari. Lexoj atë se është aktakuz direkte për kryeministrin. Ne, Greqia nuk na njeh kufirin toksor.
Ne Greqia na mban në gjendje lufte me ligjin e luftës të Betaksajt të 1940-s, u bën 2. Greqia nuk ka nënshkruar asnjë marrëveshje për territorin dhe për kufijtë e Shqipërisë, u bën 3. Dhe ti kërkon tani të vesh të caktosh kufirin detar pa përcaktuar akoma kufirin toksor. Çfarë bëhet kështu more? O shqiptar, greuni se s'kam çfarë të them më tepër. Greuni ta përmbysim, u them, greuni. Avokat, një debat mjaft i ashpër ka shpërthyer në Shqipëri pas propozimit ose më saktë vendimit për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër. Madje, jo më larg se sot, ministri i Joni Jashtëm është shprehur se nuk ka asgjë të keqe që të ketë një konsullatë serbe në Shkodër. Ministri Joni Jashtëm, spiun i Beogradit, spiun i shumë spionazheve, një tradhtar kombëtar i cili ka aquar tani është dakord që marrëveshja e detit të shkojë në Hag, i cili në 2009 ishte dakord që Greku të mishte 40 km2 hapësirë detare në detin jon, ai është për në Burgos zotëri, s'është për të drejtuar Ministrinë e Jashtme, por Shqipëria këtu është ka ta ndisur. A duhet lejuar, avokat, që të ketë një konsullat serbe në Shkodër? Unë ka përse çap popullsi e ka, njerë nuk kemi kufi toksor me Serbi. E para e dyta, ç'pun ka Serbia që do hap konsullat? Po që se nuk kërkonte konsullat, do ta kërkonte Malizi. Po atje 60 Serb janë në Shkodër. Për 60 vetat, jo më jo, nuk është konsullata jo. Ata do hapi një zyrë informacioni, një zyrë të shërbimit sekret sërb, atje nuk e kanë për konsullat. Dhe justifikimi që bën ky, ore ky në ka tërtuar dhe të tëra fushat, ore qa bëjnë këta shqiptarë më, janë vetë apo se janë një? Qa bëjnë? Nuk e shkojnë që kështë tradhtar, nuk e shkojnë që kështë armik i këtij vendi. Qa presin më? Pra ai i bë të tëra këto me qëllim që të detyrojë qytetarët të marrin armët. Këtë nuk ka budalla që se kupton. Shpresoj që Amerikanët, Amerika, Turqia, Italia, Gjermania, Austria, që thresin mendet dhe të thonë stop, se deri këtu të duruam tani, qëro. Se ndryshe, shqiptarët do marrin armët, ta dini. Nuk janë kaq të pasiv dhe kaq të panderë shqiptarët sa të bëj të shes gjithë shka i dhe shqiptarët të rriti bëjnë se i. Jo. Dhe fakti që janë ngritur bashkit kundër kësaj politike antikombëtare që po bën kyja, tregon që ky i ka kaluar të kufit e tradhtisë dhe të poshtërisë dhe të krimit. Ndaj kërkoj nga ambasada amerikane dhe nga shteti amerikan, nga Gjermania dhe nga shteti gjerman, ambasada gjermane, nga ambasada austriake, nga ambasada turke, nga ambasada italiane, se s'kemi të bëjmë, do të drejtojmë tërë atyre që kemi miq tani, që mendojmë se i kemi miq, që të ndihkojnë dhe të qërohet ky nga pushteti, se ky po e çon vendin në vllavrasje, në luftë civile. Avokat, do të diskutoj me ty edhe lidhur me reformën territoriale. Kjo reformë ka, le të themi, sjell shumë pakënaqësi në disa prej bashkive, të cilat sipas një draft reforme nuk do të jenë më bashki, por do i bashkohen edhe bashkive të mëdha. Madje ka pasur edhe protesta në disa zona dhe është rritur deri aty sa të digjeshin edhe disa tesëre të Partisë Socialiste. Besoj se i keni parë dhe lajmet për disa bashki të cilat nuk do t'jenë më. Çfarë do të thotë kjo reformë për Shqipërinë dhe a është kjo reformë fakt që i duhet vendit ton apo duhet të ishte hartuar më ndryshe? Ky është dënim me vdekje për shumë zona të thella rurale, malore, Shqipërisë, të cilët për shembull do marrim bashkinë e Memaliaj, që ka rreth 60 fshatra atje rreth rrotull. Tani, po që si ai do shkri bashkinë e Memaliajt,
fshatarët e Buzit, të Luftinjës, të Krasit, atyre fshatrave të tilla në kufi me Beratin, do t'u duhet edhe 2 fish i kohës për t'ikur nga me Maljajt për të bajtur në Tepelen apo në Gjirokastë siç kanë qef këta ta bëjnë. Problemi nuk është aty zotri. Problemi është tek urdhri që ka marrë Çifuti Edi Rama nga Çifutistani për t'i detyruar shqiptarët të ikin të lënë vendin. Se nuk ka interes askush nga ata që të bredh duke pasur pushtetin te dera e shtëpisë, të vej ta kërkoj me kilometra të tëra larg duke humbur punë, mundim, djersë, para e tjera. Është veprim shumë kriminal. Dhe ai sharlatani që po qeveris ai pleri njeri, ai llumi i shoqërisë shqiptare, ai Gjirils Aleje, që quhet Edi Rama, ai tha nuk pyes nga protestat, unë këtë vendos parlamenti tha. Që do të thotë parlamentin e ka në dorë të tij, sepse e komandon ai parlamentin, e ka organizat partia dhe e komandon ai, nuk diskutohet fare. Atje s'ka burra që të dalin kundër tij dhe t'i thonë ç'është kjo që po bën. Kështu që ka mbetur vetëm një gjë. Me të tëra veprime që bën ai po i detyron shqiptarët që të shkojnë drejt kryengritjes armatosur. Dash zoti të ketë dikush që t'i thotë këtë nuk e bën dot. Dash zoti që policia e shtetit të mos i përgjigjet këtij kriminali, se ky po e çon popullin në luftë. Ky po e çon popullin në vëllavrasje. Ky është anti-shqiptar, ky është antikombëtar, ky ka të tëra të zezat. Ky, domethënë sa çdo orë e qëndrimit të tij në karrikën e kryeministrit është vdekje e Shqipërisë. Prandaj urgjentisht duhet të qërohet nga pushteti. Urgjentisht, nuk ka kohë, nuk pret puna. Avokat, edhe disa kryetar bashkie të Partisë Socialiste kanë dalë kundra këtij vendimi, le të themi, ose propozimi të grupit Partisë Socialiste për këtë reformë territoriale. Do presim të ngrënë popullin protestë. Ata të kërcyrën islam kështu, do bllokojnë rrugën dhe nuk do shkojnë njërin përmet. Shpresoj ta bëjnë. Se s'ka që bën. Atyre s'ka që bën. Por në këtë rast kam prap një porosi për policinë e shtetit. Vëllezër të policisë, djemtë tanë që shërbejmë në policinë e shtetit, që mbani shtëpinë tuaj me një rrogë qesharake. Mos hyni një gjak me popullin, se mjeri ju. Që se shikoni që u jepet një urdhër i tillë për të dalë, për të goditur, për të qelluar mbi qytetarët, lini kapelat në vend, mbushini me dini vetë me çfarë do t'i mbushni, duke u që simbolit që mbushini me fekale dhe dërgojani kryeministrit në zyrë, por mbasi duke një hequr simbolet. Nuk e di s'marrëveshje ka Edi Rama me atë presidentin e Francës. Por që është arrestuar atje, do të thotë që ata kanë zbatuar një kërkesë, një urdhër të Interpolit shqiptar për ta arrestuar. Nëse do ta ekstradojnë në Shqipëri apo jo, kjo varet nga marrëveshja që do bëjë Rama me Macronin, për arsye sepse ai di shumë gjëra. Dhe ai është një bombë me sahat për qeverinë shqiptare dhe për politikën shqiptare. Ai është personi që shënoi me zero videon e Dritan Priftit me Ilir Metën, se këta janë të pa skrupull, por këta kur kanë pushtetin, këta e bëjnë të tëra se të kërkon njeri llogari, sepse dojmë atje ku kemi thënë gjithmonë, këtu gjithçka është tek drejtësia. Nuk funksionon drejtësia. Drejtësia është drejtësi partijake, është në kontrollin e partisë, është në urdhrat e partisë, nuk bën dot asnjë gjë pa urdhrin e partisë, dhe gjykatat janë kthyer në organizata bazë partie siç kanë qenë në kohën e Enverit. Eksaktësisht pa hequr një presje. Se po të ishte drejtësia dhe po të kishte prokuror me të vërtet që të jenë roje të interesave të shtetit, i pari që duhej arrestuar është Edi Rama për gjithë këto afera që kanë dalë dhe nuk jep askush llogari. Tallet Sali Berisha me atë aferën e klubit Partizani, sepse ai pas ka qenë krimi më i madh Sali Berishës, dhe nuk thonë që Sali Berisha shkatërroi të gjithë bazat ekonomike industriale të Shqipërisë.
e shkatrojë çoj për skrap. Do të krim të tillë nuk mund t'i bëhet asnjë shteti, vetëm lufta ta bën një krim të tillë. Pushtuesi. Po ne pushtuesët jo vetëm që s'ta bën gjë të tillë, po edhe na ndërtuan qendrën e Tiranës, italianët. Kështu që vemi nga vemi do vemi te drejtësia. Drejtësia zotërisht, drejtësia partie. Merr vendime vetëm në bazë të urdhrave që vijnë nga Komiteti Qendror i Partisë Punës Socialiste e Rilindëse të Shqipërisë. Avokat, në fakt nga hetimet e deritanishme është zbuluar dhe një kështjellë e blerë në Francë nga Ermal Beqiri për rreth mbi 2 milion euro. Ta them unë, nuk e ka bler për vete Ermal Beqiri. Ai e ka bler atë për Edi Ramën. Ose për Sali Berisha, njëri nga këta dy. Se lën ata të hajë ato miliona që ka marrë ai edhe të dalë pa lagur. Harroje. Ai që t'i jep parat dhe t'i kërkon. Dhe o do t'i bësh, do t'i prish aty ku thot ai dhe do bles ato që thot ai për llogarit atij ose ndryshe e ketë humbur jetën. Por një pikë pyetje kam unë që se kam mësuar dot deri tani. Ku ishte ky central bërthamor që e pas ka filmuar edhe pas ka flituar mbi të ky Ermal Beqiri famshëm? Në Francë është, mbi Francë, ai në një zonë të Francësh, ai po pilotonte mbi një central bërthamor dhe prandaj ai u shoqërua nga avionët ushtarak francez. Kështu se këtë nuk e kam thënë. Pra, ai ishte Picasso që po fluturon mbi një central bërthamor dhe ata kanë shoqëruar kanun. Po, e kanë ullur forcat ushtarake franceze, po, prandaj është arrestuar. Dhe më pas ka rezultuar se është shpallur në kërkim. Pra, fillimisht ai është arrestuar se shkeli ligjet franceze. Po. Kjo ka rëndësi të madhe, pra nuk është arrestuar se e kërkuan këta tanët. Jo, ideja është ai është arrestuar sepse përmes një avioni ka pilotuar sipër një centrali bërthamor dhe normalisht ushtria franceze është vënë në alarm, ku përmes disa avionëve ushtarake kanë shoqëruar dhe e kanë ulur, e kanë detyruar që të ulet dhe më pas të vihet në arrestim. Më pas i është komunikuar edhe vendimi i gjykatës së posaçme të Shqipërisë për masën e arrestit me burg lidhur me dosjet e Akshit. Pra, mbasi arrestuan ata, jo se u kujtuan këta tanët dhe e kërkuan dhe u adhan ata u arrestuan, që ndaj bjëra. Për këta tanët ai do vazhdonte të ishte i lirë në qoftë se nuk do kishte shkelur me atë hapësirën e centralit bërthamor francez. Pra, nuk është merit e Interpolit shqiptar, as e gjykatës shqiptare. Si është atë budallo kujti ose në një urdhër që nuk di nga kush e ka marrë, se spionët punojnë për shumë qendra spionazhi, e zbritin, e arrestuan dhe kaq. Megjithatë, Ermal Beqiri nuk do vijë në Shqipëri, nuk do ta sjellin në Shqipëri, po ju them unë. Nuk do ta sjellin sepse nuk do këmbgul drejtësia shqiptare, nuk do këmbgul shteti shqiptar, sepse nuk i duhet këtu Ermal Beqiri Edi Rama, se po të bëj këtu ka probleme të mëdha me të, ai edhe Salihu edhe të tërë këta, sepse ai ka pasur çelësin e shtetit në dorë.